Para 19 vitesh, Griseldo erdhi si një bekim në familjen e Mahmudia Alhasës, nga krasta e martaneshit si djali i parë pas 3 vajzave. Nëna e tij Mahmudie tregon se 19 vjeçarin e solli në jetë pas 7 vitesh, nga vajza e tretë, dhe gëzimi ishte shumë i madh në familje, ndërsa me dhimbje kujton se pas një viti e gjysmë ata mësuan se Griseldo u diagnostikua me spektrin autik. Jam ndier shumë keq se nuk kishim informacion për këtë lloj diagnoze për autizmin. Që kam mas 3 vajzash, e kam në shkollën profesionale në Kamës, në vit 2 për informatikë. Griseldo, edhe pse me aftësi ndryshe, dëshirat e prindërve për ta parë të barabartë mes të tjerëve, bën që me shumë sakrifica të mos ia mohojnë të drejtën e arsimimit. Ai sot është në vit të 2 në shkollë profesionale për informatikë, ndërsa në çdo hap që hedh, Mahmudia është në krah të tij. Studente në kompjuter në Kamës. Kam shumë vështirë se unë çoje marr të qendrat e sporti, nuk e laj kërkon vetë. Unë vështirësi më të madhe kam kur ja shoh moshatarët që shkojnë një zotë e vetës, hecin vetë dhe shkojnë vetë, vinë vetë. Unë e përjetoj për çdo ditë këtë se e shoqëroj. Griseldo është një djalë me shumë energji dhe pasioni i tij nuk është vetëm teknologjia, por edhe muzika. Mua më pëlqen shumë dhe këndojmë Buja Xhamili. Psikologja Marcela Lekli, që çdo ditë është në kontakt me personat me spektrin autik, por jo vetëm, tregon se kjo kategori përcjell shumë dashuri, çka e zbe edhe lodhjen. Normalisht, aq vështirësi ka, po dhe aq shumë dashuri ka. Më thënë që balancohen me të dyja, sa në moment që ne kemi dashurinë, nuk e shohim fare pjesën e vështirësisë. Ndaj që mesazhi im është që jo vetëm në çdo 2 prill mund të kujtohet spektri i autizmit, por për ta të jetë çdo ditë 2 prilli. Dashuria shëron çdo dhimbje, ndaj në ditën botërore të autizmit, kush më mirë se nëna e Griseldos, do e përcjellte këtë mesazh kaq të ndjeshëm për personat autik. Këto fëmijë janë shumë dashur dhe falin shumë dashuri. Unë jap një mesazh për gjithë nënat shqiptare, forcë, sakrificë. Në vendin tonë nuk ka shifra të sakta dhe as regjistër zyrtar në lidhje me këtë çrregullim. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, rreth 26% e fëmijëve me aftësi ndryshe janë me autizëm.